Ai shtoi se në Siri marrin urdhër dhe veprojnë sipas urdhërit dhe e tha se Serbia do të ketë diçka me të cilën t'i gëzojë, por nuk sqaroi se çfarë është fjala. Analisti Driton Tani në një prononcim për Bota Sot ka thënë se Vučić po kalon fazën më të rëndë të karrierës së tij politike. Sipas tij, ai duket i dëshpëruar dhe i humbur në kontroll. Ai sa madje edhe diktatorin syrian Assad e quajnë liberal. Kërkesa e tij për falje ndaj studentëve, të cilët më herët i kishte thyer e sulmuar me policie kriminal, është vetëm shenjë paniku. Tali shton se sot ai ngjan me Stalinin, kur përballë me frikën dhe izolimin. Një lider që të vjen fundin politik duke i afruar. Vučić është në fazën më të vështirë të karrierës së tij, gjendet në atë nivel dëshpërimi i cili ka kaluar në devastacion saqë diktatorin Assad të Sirisë e quajnë liberal. Patëm rastin ta shohim edhe të premten në atë adresimin e tij të jashtëzakonshëm që bëjnë në prap të protestës së djeshme, ku mes të tjerash tha më vjen keq për disa prej gjërave që i kam thënë për studentët dhe protestuesit, sa për freskim të memorjes së Vučić studentët i quajti spion, terrorist, fekale, plera të degeneruare çka është një maj zeza, përdori edhe dhunë mbi ta, qoftë nëpërmjet të policisë dhe bias, qoftë nëpërmjet të kriminalëve të tij që i ka përreth. Në udhëheqjen e Radojčićit, thanë më pak fjalë është sikur Stalini kur ushtria e Hitlerit ju afrua rreth 20 kilometra Moskës. Bile, kur ato ditë i shkuan disa bashkëpunëtorë të tij Molotovi, Zhukovi, Malenkovi, Kagani, Mikojani, të bisedonin me të se si t'ja bëjnë Stalinit, ishte mbyllur vetëm nga dëshpërimi. Ai stepet nga frika sepse për një moment mendon se ata kishin ardhur ta bullosnin. Pra Vučić në bazë të sjelljeve të tij të fundit e i përshtypjen që është në gjendje psikike, shprehet ai. Sipas Talit, Vučić është i vetëdijshëm se Rusia është e dobësuar dhe se Putini mund të sakrifikohet pa hezitim ashtu siç ka bërë me bashkëpunëtorë të tjerë, si Berezovski e Prigozhini. Ai vazhdon se inteligjenca ruse tashmë ka sinjalizuar se është e gatshme të punojë edhe me kundërshtarët e tij, gjë që tregon se Moska po i tërheq mbështetjen. Nga ana tjetër, ai nuk gëzon më as besimin e Perëndimit, prandaj Vučić ndodhet në fundin e karrierës, i izoluar politikisht dhe në gjendje depresive, ndërsa premtimet e tij për lajme të mira për Serbinë janë thjesht fraza boshe. Ai e di se Rusia është e dobësuar. Fakti se Putini çoi dorë mbi Sirinë e braktisi ja bën me dije atij e çdo kujt tjetër. Pastaj Vučić i gjithashtu e di mirë se Putini e sakrifikon atë, po menduar asnjë nanosekond për faktin se shumë bashkëpunëtorë edhe më të afërt të Vučićit, të cilët Putini i shndërroi oligarka, i eliminoi pa ndonjë siklet, si bie fjala për Berezovskin apo tashti së fundmi Prigozhinin, e Vučić e heq edhe me më pak siklet pa menduar as për nanosekond. Zatën ja bënën me dije të rthora pa ditë kur inteligjenca ruse shpalosi analizën e saj se revolucionarët e ngjyrosur studentët kanë shanse për ta rrëzuar Vučićin, sepse përkrahen nga perëndimi, kurse disa ditë para asaj analize zyrtarët rusë deklaruan se Rusia do të bashkëpunojë edhe me revolucionarët e ngjyrosur nëse populli i Serbisë zgjedh ata. Pra në të dy frontet Vučići ballafaqohet me fundin e karrierës së tij, edhe atij të brendshëm edhe atij të jashtëm. Sa i përket perëndimit, ai gjithmonë ka treguar mosbesim dhe ishte jo korrekt. Fakti se ai është i bindur se perëndimi i përkrah kundërshtarët e tij për ta rrëzuar atë, i tregon qasjen e tij ndaj perëndimit, por edhe perëndimit ndaj tij. Për mos ta zgjatur, pozita e Vučićit sot për sot është kjo. Gjërsa deklarata e tij të dhëna në Uzbekistan se ka lajme të mira me të cilët do ta gëzojë Serbinë, duhet të shikuar si një flusk politike që vjen nga depresioni i tij tanishëm. Nuk ka për Serbinë lajme të mira derisa të ketë Vučićin lider, përmbyll ai.